mos funksionimi parlamentar. Ne, si të dini, jemi opozit. Çështja e dytë madhore pas zgjedhjeve, ne kemi shtruar pamundësinë tonë për të kryer detyrimet tona kushtetuese ndaj zgjedhësve në parlamentin shqiptar. Mohimin e drejtave tona kushtetuese në mënyrën më brutale, si kur më parë në historinë e pluralizmit në këtë vend. Polarizimi politik, shkruhet në raport, përshkruhet si përpjekje për të minuar mbikëqyrjen parlamentare. Pra, qëndrimet e tyre, përjashtimet masive të deputetëve e tjerë kanë si qëllim të minojnë mbikëqyrjen parlamentare. Po kush e bën mbikëqyrjen? Opozita në radhë parë. Se deputetët e shumicës kanë qeverinë. Ata duhet mbikëqyrin, po janë të verbër. Nuk mbikëqyrin. Po opozita s'mund të jetë e verbër. Opozita e ka detyrë kryesore mbikëqyrjen. Pra, mbikëqyrjen parlamentar. Besimin publik dhe funksionimin efektiv të institucioneve demokratike dhe të komisioneve parlamentare. Kërkon fuqizimin e komisioneve parlamentare, kushte, pune, jo mbajtjen e dokumentacionit, mosdhënien e dokumentacionit deputetëve, mos paraqitjen në interpelanca të kryeministrit, ministrave e të tjerë. Na edhe janë dalë në këtë çështje si një çështje kryesore e demokracisë shqiptare. Ne kemi bërë dhe do bëjmë çdo përpjekje për të përmbushur misionin tonë. Ne nuk tërhiqemi. Ne nuk bojkotojmë, se gjithë qëllimet e këtyre akteve të pa imagjinueshme që kanë kryer këta gjerësot kanë qenë që ne të braktisim parlamentin, po jo ne absolutisht. Ne nuk braktisim, por ne qëndrojmë pozicionin tonë duke denoncuar dhe rezulton që e drejta vonon, por nuk harron. Tani, imagjinoni ju se çfarë shkruhet pra këtu për parlamentin. Sundimi i ligjit dhe antikorrupsioni. Lubi balluku është në çdo rresht. Në çdo rresht. Dhe e paskim ne këte. Që në kanë fjalë tona atje, nuk është lubia me hajnit e saj bashkë me Ramën. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian rikujton se imuniteti parlamentar është pjesë e kornizës kushtetuese të krijuar për të siguruar funksionimin e duhur të institucioneve demokratike. Thekson se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret rreptësisht në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe procedurat ligjore të vendosura pa ndërhyrje politike dhe pavonesht pa justifikueshme. 3 muaj Edi Rama, duke u bërë avokati shpërftyruar i vjedhjeve të tij dhe duke menduar se shqiptarët janë budallë dhe nuk kuptojnë që s'po mbronte Belindën, po mbronte vetën e tij. Fraza pa ndërhyrje politike dhe pavonest justifikuar është pra goditje direkte për Ramën. Goditje direkte për Edi Ramën, i cili ka ndërhyrë politikisht, ka vonuar sa ka mund. Dhe Belindën sigurisht. Tani jemi këtu. Çfarë tregon kjo gjuhë? Kjo gjuhë tregon se 9 vende të Bashkimit Evropian kanë ngritur zëri për raportin e
nërmjem të themeloreve, të këtyre proceseve, të shtetit ligjor, të zgjedhjeve, të parlamentit dhe me radhë. 9 vende. Dhe tregon për shqiptarë se pse nuk është pranuar raporti i Barë. Si përgjigje, pas 3 muajsh, nxjerri një mashtrues profesionist, ministrin e jashtëm, i cili në vend të dorëheqjes para shqiptarëve, vjen e thotë nuk është e vërtetë se është votuar, nuk është votuar. Po sigurisht që nuk është votuar. Atë e din ajo. Kush tha që është votuar? S'është pranuar, votohet. Dhe nuk kalohen me mashtrime, po kalohen duke u thënë shqiptarëve, duke pasur përgjegjësi, jo si vasali Edi Ramës, po duke u thënë shqiptarëve se kanë këte 1, 2, 3, 4, 5 të gjitha problemet që kanë shtruar. Ja ku është ai padroni i tij, Vučići. Të gjitha i publikon. Sepse në Coelho ka përfaqësues qeverisë shqiptare aty. Dhe është i detyruar t'ja u thotë shqiptarëve. Siç ja u thot Serbia, siç ja u thot Malizi, siç ja u thot çdo vend tjetër përveç Shqipërisë. Që sillen si mafioz ndaj qytetarëve të vet. Dhe vjen ai për dhanë sqarim me gjoja për Ibarin, dhe thot se nuk është votuar, është dizinformim, çetja e dizinformim. Nuk është votuar se s'kan pranuar të votohet. Se kanë shtuar kërkesa, kanë shtuar kërkesa dhe është ndruar raporti fare sa për gjeni të shqiptarëve. Ta dinë shqiptarë, raporti që kanë dorëzuar një barë presidenca është ndryshuar krejtësisht. Pikërisht fal ndërhyrjes së vendeve tjera. Po këto s'do t'i themi ne, s'ka nevojë t'i themi ne. Këto do t'i thotë qeveria që e ka aty përfaqësuesin. Po qeveria ndjek kritere të mafjes. Denon edhe korrupsionin në rritje dhe rënjen e Shqipërisë me disa vende, 11 vende, brenda një viti në raport dhe Transparency International. Kërkon forcimin e transparentës. Tani, të dashur miq, të dashur qytetar, kemi denoncuar në 10 herë si deputet qëndrimin asgjësimin e ligjit konfliktit interesit. Ligji i konfliktit interesit, të dashur qytetar dhe qytetarë, është ligji themelor që u mbron ju nga vjedhja e pushtetarëve, nga përdorimi i pushtetarëve të pushtetit për të vjedhur ju, për të ndarë pasuritë me familjarët e tyre. 3 herë i referohet raporti i ligjit konfliktit interesit, i cili është shuar Edi Rama me 2 vendime i jep hajdutit Olsi Rama. Olsi Rama 38.000 metër katror tokë privatit. 38.000 në shkeljet ligjeve, sepse ka qenë repartu ushtarak dhe ligji detyron, në qoftë se ja ndron destinacionit, automatikisht i kalon pronarit.